Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë më mëngjes në ditë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam për jetë mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne i bëjmë bashkë sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarëve, ku ne i bëjmë bashkë edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësin, i bëjmë bashkë, edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkrahje të pakursyer e të parezervë në secilën sfidë e pengjes që kemi pasur. Pra nuk ka vështirësi që nuk e kemi te i kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne e kemi realizuar. Sepse tash ka shtet për krejt e ne jemi krejt për shtet. Numri 116 ishte fitues me 28 dhjetor, numri 116 është sërish fitues. Faleminderit që ja keni gjit pikën me numrit 116. Dua t'ju falenderoj edhe për këto ditët e fundit, kur keni marrë pjesë në përtubimet tona, keni zhvilluar takime që i dim e që nuk i dim, gjithnjë në funksion të mobilizimit të qytetarëve për ta votuar atë që është zgjedhje, lëvizjen vetëvendosje me partnerët tonë, Partin Guxo, Partin Alternativa dhe PSHDK-n. Dhe në këtë mënyrë e keni mbajtur gjallë e lartë shpresën e popullit, por edhe punën tonë që i shërben popullit. E falendrim gjithashtu për ata të cilët kanë bërë mund duke udhëtuar me qindra kilometra për te ambasadat dhe konzulatat e Republikës Kosovës dhe ku kanë pritur në rol që të votojnë, por edhe për ata që kanë bërë mira kilometra dhe nga vendet ku ndodhen në Mërgat kanë ardhur në Republikën e Kosovës që sot na bashkangjiten në votim, në fitore e në festim. Të jeni të sigurt, të dashur qytetar, që televizja vetëvendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si Republik është në duart sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministrit. Kosova e ka dhe presidentën, e ka ushtrusën e detyrës presidentës Albulena Agjiu. Dhe besoni dashur qytetar, që pavarësisht sa festojmë sonte, nesër në 8 mëngjes, krejt qeveria jo në punë. Se cili ministër e zëvendësministër, të gjitha ekipet tona, e unë si kryeministër, dhe zyra e presidentes, Albulena me krejt ekipin e saj, në 8 mëngjes janë gjithë në punë.
ajo që ka I mungën shtetit Kosovës nuk është as qeveria, as presidenca e presidentja. Republikës Kosovës I mungon kuvendi. Fatkeqësisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë gjithë shkojnë punë më mëngjes në ditë. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa më shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi I rezultateve. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do t'i takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës I shërbej me devotshmëri. Pra, llogaritni në neve, jo vetëm punën që bëjmë, po edhe në bashkëpunimin që do të bëjmë. Ndonë se nuk I di ende emrat se kush është zgjedhur deputet, I uroj që të gjithë në legislaturën e 11 do të ketë më shumë të deputet, natyrisht nga lëvizja vetëvendosi dhe partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, por I uroj të gjithë deputetët të cilët do të jenë pjesë përbërëse e legislaturës së 11 e me të cilët do të bashkëpunojmë për të mirën e Republikës, për interesin e qytetarëve tonë. Sonte po kremtojmë gjithë bashkë, krejt për shtet për krejt, sepse e këtil është kushtetutshmëria, por e këtil është edhe bindja jonë si subjekt politik. Ne e kemi piknisje tërsin, atë që është e përbashkët. Dhe kjo është populli I Kosovës. Popullit I shërben Republika dhe pas kësaj fitore të radhës ne sonte do të kremtojmë. Por mos harroni, 8 mëngjes në punë krejt. Të gjitha punët e mira të nisura dhe projektet në proces do t'i vazhdojmë me dinamik të shtuar, do të nisim edhe shumë të tjera të reja në kuadër të zotimeve tona dhe vizionit që e kemi shpalosur para jush në fushat, në takime